Natyrisht edhe sot flasim për aktualitetin politik, për gjithë ato që po ndodhin dhe ato që mund të ndodhin. Në vazhdim sot do të marrim qëndrimet e Bart Ahmetit nga PSD-ja. Bart, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Bart, mirë se vjen. Shumë zhvillime, por që për momentin pothuajse janë koncentruar në këtë intervistën dhe këto deklaratat bombastike të Vjosa Osmanit për këtë krisin e raporteve me Albin Kurtin. E para duam të marrim një qëndrim tuaj nga ato që i keni dëgjuar dhe më pas do të ndalim një nga një. Qërone s'kisha dasht parimisht me sulmu shumë Vjosën, se na besojmë se problemi i vërtet i Kosovës nuk është Vjosa, është Kurti. Mirë po deklaratat e saj kanë këgjatrana, dhe me thonë, unë i kisha përkra Vjosa Osmanin, nësa ajo kishë dalë dhe kishë thonë që unë nuk muj me vazhdu bashkëpunimin me Kurtin, sepse ajo është autoritarë dhe rrezik për demokracinë Kosovë. Ama që ka thanë në deklaratat e saj ajo, tha, unë i kum shërby, tha Kurtit, ja kum caktu madje datën e zgjedhjeve, një sekret publik që e kena ditë gjithë, mirë po e tha ajo në emision, dhe në fund tha që ne jemi prish sepse Kurti s'ka dashur më bë president edhe një mandat tjetër. Nëse më thu kështu, ti më kallëzon që ti e prish me Kurtin për pushtet personal. E unë s'menoj që i shdosht as i noti, se domethënë kjo tregoj që ka qenë e gatshme me i shërby edhe mandatin tjetër. Mirë po Kurti ka zgjedhur se mos më bë Vjosa Osmani, unë menoj që nuk do të më ja vajtu humbjen e pushtetit kërkojt as Vjosës. Edhe besoj që deklaratat në vazhdimsi të saj kanë tregu që përplasjet kryesisht kanë qenë për shkak të humbjes së pushtetit që e ka kjo. Në anën tjetër unë menoj që mos kandidimi Vjosa Osmanit shpërfaq sikur më herët edhe sikur më mirë qasin autoritarit Kurtit. Do të thonë ai ka pas një presidente e cila i ka shërby maksimalisht. Ju e dini prej ndrimit të kryetarës të KQZ-s Valdete Daka, mas ne ka qenë mosemrimi i në fakt krye prokurori i shtetit, ju kujtohet, Albin Kurti ka pas një fjalim kuvendin e Kosovës, ku pati thonë që Blerimi Sufaj nuk do të bëhet krye prokuror, sepse nuk e dua unë, nuk e dën Vjosa, nuk e dën Glauku. 2 javë pas, Vjosa Osmani e ndalën procesin e emërimit të Blerimi Sufajt, edhe sfundi ishte kjo me datën e zgjedhjeve. Pra Kurti ka pas një presidente, e cila për 5 vjet ka qenë thuj se krejtësisht në shërbim të tij, mirë po nuk i mjafton. Pra po thua që kanë qenë një ekip absolutisht për të lidhur me Grenellin, po edhe me Grenellin që natyrisht deklarata ishte shumë e forta, që është një ekip i tmerrshëm, por dua ta sqaroj një gjë të tillë, meqense patë një kënd vështrim krejt tjetër të kësaj çështje që kishim dëgjuar paktën në studio. Gjithsesi ju mendoj që nuk jeni për këtë linçimin që po i bëhet Vjosa Osmanit, linçimin publik dhe deklarata shumë të forta dhe të papërgjithshme në opinion. Kur kemi dalë prej vetëvendosjes, do të thonë grupi që është linçuar më shumti për plasjet me Kurtin, kemi qenë pikërisht na. Edhe në atë kohë na patëm dalë në emisione dhe kudo që kemi pas hapsin, me thonë që Kurti e ka në dorë një gjatë tillë që në momentin që ti prishësh me të, atëherë sulmet edhe linçimet janë tepër të mëdha. Edhe kjo nuk është vetëm me Vjosën, domethënë kjo ka ndodhur me neve, ka ndodhur me daljet e mëhershme të vetëvendosjes, ka ndodhur me LDK-n kur është prish ky koalicioni me vetëvendosjen, është domethënë si rregull i pushteteve të tilla autoritare që në momentin që ti largohesh ose ka një përplasje, atëherë janë disa grupe të cilat ty të sulmojnë. Unë menoj që kjo është dashur me qenë alarm, sidomos për bashkëpunëtorët e tanishëm që i ka Donika Gërvollën, Fatën Pecin edhe këta pjesa tjetër e Guzës që veç po doket që don me u shkri në vetëvendosje. Edhe menoj që ky është mesazh që kushdo që ndodhet prej vetëvendosjes, kushdo që përplaset me vetëvendosjen, ka me pas një pasojë të tillë. Edhe unë menoj që as partitë politike, as analistë në studio televizive, shoqënia civile nuk është dashur me u nënshtru para një çështje të tillë. Unë menoj që qëndrimet politike duhet me mbajt në secilën situatë e jo veç kur janë në favorin tënë. Unë menoj që është dashur me pas rezistencë shumë më të madhe dhe përsa është dashur me pas një guxim të presidentës Osmani, me dalë dhe me tregu që Kurti është autoritar, që Kurti krejt kohën ka pas konflikte, sidomos në raport me ndërkombëtarët, ku kjo ka provu me bën një farë distancime. Pra ju kujtohet, i ka pas disa vizita më të shpeshta me figura më të larta ndërkombëtare në raport me Kurtin që në
pjesën dërmuese, ju e dini ka pas edhe masa të Bashkimit Evropian, janë anulu takime që kanë pas me ndodhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pra raportet e tij me ndërkombëtarët kanë qenë jashtëzakonisht të këqija, në ndërkohë që Vjosa Osmani ka kqyrë me majt pak më të ngrohtë këtë raport. Mirë po kjo i kushtoi, edhe unë mendoj që është një prej arsyeve pse Kurti ka vendosur mos me po. Unë jam shumë për lirinë e fjalës, unë besoj që është një prej tema për cilën ja vlen me luftu. Mirë po nuk kam pikë konsiderate për njerëz që sot dalin nëpër studio televizive dhe thonë Kurti nuk don pushtet. Problemi i Kurtit nuk është që nuk don pushtet. Problemi i Kurtit është që e don krejt pushtetin. Do të thonë Kurti e don kryeministrin, e don presidentin, kryetarin e kuvendit, kryetarin e Këshillit Prokurorial, gjykatën kushtetuese, sepse janë vetmet institucionet të cilat hala nuk kanë rrimë me i kop. Edhe kjo tendenca që me vendos Glaukën Jufcën është me vendos dikën që është tepër i dëgjueshëm. Përgjatë krejt karrierës politike të tij, Glaukën Jufca ka qenë njëri më i dëgjueshëm i Kurtit, prandaj i duhet në zyrën e presidentit. Ndërkohë, përmende këto deklaratat publike që i ka bë Vjosa për Albinin, një prej tyre që u komentua shumë është edhe ajo që duhet japin llogari personat me qëllime të rrezikshme se çfarë i ka bë Kosovës. Si e ka kuptuar Partia Socialdemokrate këtë? Tash që është një problem i madh edhe kundërthonje që i ka zonja Osmani. Se nëse thu që këta janë persona të rrezikshëm, edhe në të njëjtën deklaratë ti thu, po unë kum qenë gati me vazhdu bashkëpunimin me ta, atëherë që kjo nuk ka sens. Sepse qysh ke dashti me vazhdu bashkëpunimin me persona të rrezikshëm që po i bojnë keq Kosovës. A mendon se do duhet sqaruaj më shumë ajo deklaratë nga zonja Osmani sepse u la pak si jo e kuptueshme? Unë besoj që zonja Osmani ditë në vijem shpresoj shumë që këme e sqaru edhe këme fol shumë a shumë për këtë çështje, sepse unë mendoj që nëse ku ka përfundu Vjosa Osmani është gabim sepse ka përfundu krejt strategji. Dhe më thonë, shkuarja në Syri TV në Shqipni, ka si mesazh që unë nuk jam me Edi Ramën. Pra ka ronë këtë kurthën e militantëve që e linçojnë edhe i thonë Vjosa Osmani është prish me Kurtin sepse i ka ndres raportet me Ramën. Tash kjo për me e zhbo këtë akuzë, përfundon te një televizion i cili është kundërshtari më i madh i Ramës në Shqipni, duke e ditë që në intervistën e parë ekskluzive ishte dashur me dhonë Kosovë, sepse interesimi është shumë i madh në Kosovë për çështjen e presidentit. Mirë po Vjosa Osmani të provu me dërgu një mesazh, praktikisht kallëzon që ka hek dorë prej ndërtimit të një politike, ka përfundu veç strategji. Unë mendoj që strategjia pa parime politike, pa qëndrime politike, absolutisht nuk çon kërkon. Po. Natyrisht ju e thatë këtë që do duhet të ishte e guximshme të dalë dhe të flasë. Këto deklarata që u bën në këtë moment, a ishin të guximshme, a ishte një guxim i Vjosa Osmanit, apo vazhdoni ta shihni si një raport dhe si një hakmarrje personale? Që unë s'kisha dashur me komentu këtë pjesën personale, për mu pjesa shokuese ka që që për krejt deklaratat që i dha, tregojshin që Vjosa Osmani është shumë e indinjume dhe e befasume deri dikon me mos kandidimin e saj, pra qysh po i humb pushteti kësaj. Sepse që kjo deklarata, që kjo thot, unë ja kum caktuar dhe datën e zgjedhjeve, e ai vendosi mos më kandidu, kjo ka lënë edhe një farë befasie, sepse kjo ka tentuar me i shërby Kurtit, duke shpresuar që ky ja zgjat mandatin. Edhe tash është në një moment ku është shumë e befasume, e tha edhe vet ajo, që është e befasume pse nuk është kandidu. Unë mendoj që një huqje ose një gabim që po bëhet qoftë prej partive politike, qoftë prej analistëve në për studio televizive, është që analiza për situatën politike edhe befasia që pju vjen, është sepse jenë mësu me një normalitet tjetër. Ardhja Kurtit në pushtet, shtrirja e hegemonisë që kjo e ka bo në popull edhe në deklaratat që jep, është ka përcim. Dhe më thonë, do të me kuptu që skena politike, situata politike, nuk është e njëjta me ato që ai na mësu deri në ardhen e Kurtit. Do të thonë, nëse më herët kemi fol qysh kemi pushtete kleptokratike, që kanë vjedhur me një tender, që kanë bërë privatizime, që kanë bërë punësime nepotiste kështu, sot e kemi një pushtet i cili është jo demokratik. Do të thonë, është një pushtet i cili funksionon përmes gjendjes të jashtëzakonshme. Se njerëzit të befasuar qysh Kurti po don me na qenë zgjedhje prap. Do të thonë, te nin shumë shpesh këtë komentin, ky fitoi 51% dhe po don me na qenë zgjedhje prap. Do të thonë, po e trajtojnë pak si jo normale kështu. E cila kemi qenë përgjigjja jote për këtë befasi që e kanë njerëz, pra që fitoi kaq, po na çon prap në zgjedhje. Unë besoj që subjektet politike opozitare do të më ndërtu një narracion, do të më ndërtu politik
jo vetë strategji, po edhe politik për kundër kurtit. Pra nuk duhet me i ndajt karshi kurtit, që për çfarë do veprimi që bën ai na e bëjmë një kundërpërgjigje. Unë mendoj që duhet me pas një strategji. Për shembull, një prej tema për cilën kena folë shumë, ka qenë qysh partitë opozitore kanë shku kurtin takim sa herë ka thirrë. Edhe kanë qenë gatshme. I kemi dëgjuar edhe PDK-n edhe LDK-n që i kanë kërku marrëveshje politike. Domethënë ti kërkon marrëveshje politike, dikujt i cili i thua autoritar dhe i rrezikshëm për Kosovën. Duke qenë kështu, kurti ka kuptuar se këto parti nuk kanë gatishmëri për zgjedhje, edhe është duke luajtur me këtë potezë. Unë mendoj se politike po edhe një emër nuk pat nga këto partitë opozitare. Absolutisht, sepse donin garancit plot prej frikës që kurti i mashtron. Mirë po ajo çka kanë bën këto takime, veç ja kanë konfirmu kurtit që këto nuk janë të gatshme për zgjedhje. Domethënë kurti është të luajë tash me çit kart, sepse është i vetëdijshëm. Unë besoj që edhe ndryshimi i emrit ka përfundu këtu sepse kurti ka kuptuar se këto nuk janë të gatshme për zgjedhje, edhe duke pas këtë pozicion, atëherë ky është gati mi nënshtru. Domethënë gabim jashtëzakonisht i madh është që këto kanë shku me bashkëpunu me kurtin. LDK-ja kërkoi marrëveshje politike me u përfshi në qeveri. Po për të mirën e vendit bashkë. Për të mirën e vendit, absolutisht, ama nuk mundet me kon për të mirën. Po i kritikojmë edhe opozitën, pse s'po bëni, pse nuk po dini kundër kurtit, pse s'po për të mirën e vendit, nëse ti beson që është i rrezikshëm. Se për 4-5 vite, sa ka qenë kurti, 4 vite me mandat plot, një vet që vazhdoi si situatë e jashtëzakonshme, këto i kanë thonë kurtit që është lider autoritar, i kanë thonë që na ka shkatërru marrëdhëniet me ndërkombëtarët, kanë thonë që Kosovën e ka varfru, Kosova është në gjendjen më të keqe, edhe na duhet me largu. Nuk mundesh pas krejt tyre akuzav me përfundu të shku me lut për koalicion, se këtu ka edhe një përmbysje të rëndit zonave. Zakonisht është subjekti i parë, subjekti që i kërkon bashkëpunim subjekti 2 dhe 3, sepse ti je në zor për vota. Tash i ki subjektin e 2 dhe 3 që e lusin subjektin e parë. Domethënë është një përmbysje e cila nuk ndodh kërkon. Mirë po prej frikës të madhe për zgjedhje, prej frikës se që ky ka qenë edhe gabimi. E kush po friksohet më shumë prej zgjedhje, partitë opozitare apo kurti? Absolutisht partitë opozitare. Kurti është në komoditet, unë besoj që varësisht prej vendimit gjykatës kushtetuese, mirë po unë nuk mendoj që shkon në ka gatishmëri të madhe kurti për me shku në zgjedhje, mirë po edhe nëse shkon ka me provu me bë këtë lojën me korrikun, kur shumica e mërgatës janë këtu, edhe duke kalkuluar në votat e tyre. Mirë po unë mendoj që është gabimi më i madh që këto subjekte e kanë, është që ish dashur me pas një vit demarkuese me kurtin. Domethënë, nëse ti i bindun që ky është i rrezikshëm për Kosovën, atëherë ti e bllokon çdo mundësi bashkëpunimi me të, edhe ti nis prej sot punën që është me u bë bashkë opozita edhe me ndërtu një front i cili rrezon kurtin. Ju kujtohet pas zgjedhjeve të shkurtit, LDK-ja ka qenë subjekti që publikisht e ka prish këtë marrëveshjen me partitë opozitare, sepse Abdixhiku thënë ne do ta ruajmë partinë. Domthonë, deri në momentin që dalim partia apo na nuk him koalicion. Rezultati i dhjetorit tregoi që kurti Abdixhiku jo vetë e dëmtoi partinë. Mirë po ja bonin e dëm të madh Kosovës sepse kurti përfundoi me 50%. Edhe unë mendoj që kjo është dami që të bë kalkulime krejt kohën, po përfundojnë të ju dal kalkulimet edhe më keq, sepse politika nuk është vetëm kalkulim. Në politikë ti është dashur mi pas disa qëndrime, cilat i mbon pavarësisht situatës. Po, kur jemi tek Lidhja Demokratike e Kosovës së Bardhë, në një anë ata ishin gatshëm të bashkëpunonin me kurtin pse jo të marrin poste edhe në qeveri, por në anën tjetër kanë shprehur një lloj përkrahje edhe për Vjosa Osmanin. Jo zyrtarisht ka pas edhe deputet që i kanë premtuar që do ta votojnë edhe për presidente. Si e sheh këta? Janë të përcaktuar LDK-ja? Unë mendoj që kjo gatishmëria për votimin e Vjosa Osmanit ishte për shkak të kësaj frikës me shku në zgjedhje, mirë po në anën tjetër tash janë në një situatë tjetër ku janë të bë kalkulime, që e thash më herët. Domethënë është krejt kohën kalkulim, ana del më mirë me Vjosën, ana del më mirë nëse shkojmë në koalicion me Albinin, hajde ti dëgjojmë ofertat e dy palëve edhe të përfundojna. Po kjo i bën ti mos me pas kurrazhen tonë. Pas përfundimit të zgjedhjeve, kur ti del në pas rezultatit del para mediave dhe flet, qysh e pyesin për presidentin pikërisht atë ditë. Thot ne kemi rendin e gjërave kështu. Kuvendi, qeveria, marrëveshjet ndërkombëtare, pastaj flasin për president. Partitë opozitare e presin me përfundu këto 3 parat që në agjendën e kurtit, që kur të vjen kurtit e pika 4, këto me nisë dhe me fol. Domethënë, ti i ki do parti politike që s'kan agjendën tyre fare.
I ki PDK-n, LDK-n, cilat nuk kanë agjend, edhe përfundojnë, kur s'ki agjend tonë, të gjithë përfundojnë në agjendën e tjetrit, se kur të e ka një agjend. Edhe menej që këtë tensioni i krejt kohën që është, kjo nuk është rastësisht. Dhe me thonë, na e kena pas një dokument në vetëvendosje që e pa cilë kurtin vitin 2015-16 nëse nuk ka bëj, edhe është një për arsye pëse njerës të PSD-s kanë dalë prej vetëvendosës, sepse ka pas një përplasje për atë dokument. Dhe me thonë, kurti në atë dokument thot që vetëvendosja vjen pushtet veç përmes gjendjes së jashtëzakonshme, edhe qëndron pushtet veç përmes gjendjes së jashtëzakonshme. Do të thonë, çka që po e shohim sot, ka qenë, si më thonë, e nisën shumë herët. Ka qenë projekt për organizatën, mirë po shëndrum projekt për Kosovën. Do të thonë, këmë kanë krejt kohën që ky konflikti, partitë politike, opozitare kanë menajt krejt kohën që të frikën se mos përshkojmë zgjedhje, nuk kam pas rehati në qeverisin e kurtit. Pra, a vlen këtu kjo analiza që u bë ditë më parë që me këtë kurti dëshiron të jetë i pari, po nuk dëshiron të qeverisë sepse dëshiron të krijojë kriza të reja. Jo, absolutisht, kurti dëshiron me qeverisë, mirë po kurti dëshiron me qeverisë të i pas krejt institucionin kontroll të plot. Domethënë, në një moment është një që Vjosa Osmani nuk është në kontrollin e tina, përkundër shërbimit që e ka bërë dhe ka vendos me hek. Sot e dën Glaukun sepse e din që Glauku është dëshmu që ka me qenë krejt kohën shërbimin e tina. Mos harrani dy sene elementare janë, pse kurti e dën një president i cili i nënshtrohet krejtësisht. Është çështja e kryeprokurorit të shtetit, pra 5 anëtarëve ju s'ka dënë mandati. Në fakt, gjykatë kushtetuese, mirë po, Kosova është tash e 4 vjetë pa kryeprokuror, edhe i duhet kryeprokurore, e presidenti i vyn për dekretim të kryeprokurorit, ju e dini që Vjosa Osmani, që që thash me herët, e ka bloku një proces tillë, edhe në anën tjetër, i duhet gjykata kushtetuese. Dhe me thonë, lojnat që së dishini me gjykatën kushtetuese, e po që shu pranu kjo vendime për masën, edhe dolin fjalë të mira, sot Adnan Rusemi është dalë, kështë thonë, mos të ketë ndërhyrje të ambasadorëve, kështu, po është tipike për pushtetet tilla që ose e kapin gjykatën kushtetuese ose e bojnë jo funksionale. Sepse me kalkulimet e kurtit po shkojnë larg, po shkojnë deri në ato procese se çka do të ndodhe. Absolutisht, domethënë kanë qenë 10 ligje që gjykata kushtetuese i ka vendos ose ka thonë që janë jo kushtetuese, të cilat i ka dërgu qeveria kurtit. Shumica e tyre. Gjithmonë sipas analizave që i bëni ju si subjekt politik. Jo, kjo është këto janë vendimet e gjykatës kushtetuese. Më thonë, ligji për byron, ligji për KPK-n, ligji për KGK-n. Jo, kalkulimet e kurtit, po them, janë gjithmonë ashtu si që sheni ju, si parti socialdemokrati. Absolutisht, mirë, po, menoj që nëse ka një analizë, cilës koha i ka dhonë drejtë, është pikërisht analiza e PSD-s për kurtin. Dhe me thonë, kanë qenë 2 lloje analizash në Kosovë për pushtetin e kurtit për gjatë mandatit të tij. Ka qenë një analizë PDK-s dhe LDK-s që e kanë mbajtur popullin opozitor të relaksum. Kanë thonë kurti përfundon për 3 muaj. Erxojnë ndërkombëtarët, erxon gjykata kushtetuese, ka me përfunduar në këtë akuzë edhe në burg, edhe ka qenë analiza jonë që ka thonë që nëse ja lojmë këtë pushtet kurtit, nëse nuk ndërtojmë opozitë mirëfillt, atëherë kurti ka me përfundu të fitu edhe ma shumë se sa mandatin e kaluar. Po PSD-ja çka mendon? A do t'ja arri kurti këtë që po e thua ti? Me qëtë lloj të opozitarizmit, që është në kuvendin e Kosovës, absolutisht që do t'ja arri. Unë menoj që edhe tendencat janë tashmë të qarta. Domethënë, ma shumë se 2 herë është dërgu ligji për byron e konfiskimit pasurisë. Ligji për byron e konfiskimit pasurisë e përmbys rregullin elementar drejtësisë. Se nëse ti dyshon që dikush ka bo pasurit pa justifikueshme, prokuroria duhet me dëshmu që ti ke bo pasuri. Ndërkohë që me këtë ligj të obligojnë ty me dëshmu që ti je i pafajshëm. Domethënë është një përmbysje që nuk ndodh kërkon. Edhe është tetje jo demokratike, prandaj gjykata kushtetuese ka konstatuar që është jo kushtetuese. Edhe fakti që ky vazhdon me i dërgu ato tregon që nuk e ka ndërmend me hek dorë prej kësaj kopjes së shtetit. Domethënë, Këshillin prokurorial është e njëjta procedurë që ka ndodhur me byron. Kujt do të jap të drejtë kushtetuesja? Presidentës apo vetëvendosës? Unë nuk jam i sigurt, unë mendoj që është mirë me prit vendimin e gjykatës kushtetuese. Besoj që masa e përkohshme tash ke interpretohet varësisht çush ju kanë vënë polve. Mirë, po mendoj që nuk është dashur me ulshun komente të tilla, për shembull, vetëvendosja ka shumë përkrahase për këtë masën e përkohshme. Ama në vendimin e kaluar gjykatës kushtetuese ka qenë një status si qarkulloj ke dje, që vetëvendosja thot gjykata kushtetuese e shkeli kushtetutën. Pra këta vendimet e gjykatës kushtetuese i interpretojnë ashtu që ju kanë vënë në këtyre. Domethënë nëse një vendim është në favor tyre, atëherë
ne jemi të lumtur, gjykata kushtetuese ka vendosur drejt. Nëse është një vendim i cili nuk i përshtatet këtyre, atëherë këta gjykatën kushtetuese e bojnë që linçin që po e shohim me Vjosën edhe me krejt tjerë. Do të thonë që është elementare për me shtri krejt pushtetin, për me i kap Po çka mendon PSD-ja, cila është, sepse përveç palëve edhe vetë analistët po japin s'kisha dorë më shumë komente të tilla, menej që ta shkoni për plasje të mëdha. Absolutisht po do t'ja lënë njerëzve të cilët janë dhirrën, se ka edhe brenda shoqërisë civile interpretime të ndryshme. Pra varësisht prej kësaj, po unë menej që është çështje ditësh kur kemi me kuptu. Menej që kurte nëse i jipet hapësinë për me zgjedh presidentin, ka me zgjedh presidentin, qoftë duke bë një marrëveshje politike me LDK-n, qoftë duke propozuar dikën tjetër, mirë po menoj që... Po nëse nuk u bë kjo marrëveshje drejtarisht, sepse natyrisht dhe kritika shumë të ashta për opozitën dhe këtu duat dalin, pak tek opozita. Pra, nëse opozita vazhdon me këtë që ta bllokojë siç thua ti, që tjetër dhe shumë e ashpër ka Kurtit, çfarë arrihet? Vetëm po nuk është bllokuese opozita. Po si duhet ta bllokojë? Çka do të arrijmë me atë blokadë? Do të tregu strategji. Gabimi më i madh. Jo, gabimi më i madh është që këta se kanë që çosin bllokuese. Po çfarë arrijmë ato blokada? Kjo është pyetja. Çka arrijmë blokada? Si PSD, prej përfundimit të zgjedhjeve është që nëse Kurti po don me pas një president që i nështrohet atij, ma mirë është me shku në zgjedhje. Ma mirë është opozita mi pas 20 deputet, po të cilët janë qëndrojnë ato edhe kundërshtojnë Kurtin, nuk e, do më thonë, bojnë rezistencë ndaj tij, se sa mi pas 45-6 deputet sa janë tash, edhe mi u nështru, do më thonë kjo i bjen që praktikisht të s'ki deputet heq, sepse nëse në secilën temë kemi u nështru pushtetet, atëherë çfarë parti opozitare ose çfarë deputeti opozitari jete. E unë menoj që për Kosovën është më e rëndësishme me shku në zgjedhje, nëse populli i Kosovës dën që Kurtit mjallon 80 deputet për me zgjedh presidentin, atëherë le t'ja jep populli, pse kena nevojë mjallon na, se populli ja ka dhënë mandatin për me zgjedh qeverinë, nuk ja ka dhënë mandatin për me zgjedh presidentin. Do është me pyet tek çështja e presidentit, nëse PSD-ja do të ishte në pozitën e opozitës, a do të propozoni një emër, sepse opozita nuk e bëri. Të paktën publikisht nuk kemi pa, do të bëjë zgjidhja, paktën ta propozoni një emër qoftë edhe jashtë partijak të jetë unifikues, ashtu siç ja ka kërku Kurti. Unë menoj që gabimi që këto partije kanë bërë që na se kishim bërë, nëse ishim kon vendin e tyre, është me bë kalkulimin që Kurti e zgjedh një president i cili nuk i nënshtrohet atina, një figurë unifikuese. Domethënë ti sheh edhe emrat e ministrave sa për këtë punë. Janë emrat ministrave që nuk kanë ndaj farë ekspertize, kanë lojalitet plot ndaj Kurtit. Edhe presidenti nuk bën përjashtim. Domethënë nëse i qyr krejt institucionet ku këta e kanë ka bordin ose kanë dërgu drejtar, janë njerëz që kanë dëshmuar lojalitet në raport me Kurtin. Kurtin në asnjë rrethon, edhe mendoj që edhe loja që është bë me emrin e Rifat Jasharit, Bekim Jasharit, është bë duke kalkuluar sepse këta kanë pas takime. Këta e kanë ditë që nuk po dën me pranu. Ju kujtohet, Kurti ishte një natë më herët, në vizit, të nesër më nglau kënju, sa tha Bekim Jashari dhe Rifat Jashari. Rifat Jashari, përkatësisht, është emri më i mirë për neve. Do më thonë, të e pos përgjigjen, ky ka bo lojna politike. Edhe unë menoj që qëtët mas ne ka pos edhe një huqe të PDK-s. Sepse e kemi dëgju duke thonë që kush dë që të është prej familjes Jashari, ne qëndrojmë sallë, sepse na ja besojmë familjes Jashari këtë pozit. E njëjta parti politike që në Skënderaj merr pushtetin Bekim Jasharit. Nëse ti ki qaq shumë vlerësim për të, ja lëm pushtetin edhe në Skënderaj. Qysh për ty është më e rëndësishëm pushtetin në Skënderaj se presidenti që i shërben kryeministrit. Domethënë ka pas një lojë ku kam provu me fitu poena politik duke bërë që si kalkulime tolta. Kush po e bën më dobët opozitën? Për mu jenë njëjtë, të më thonë dy subjekte politike, që cilat jenë gati edhe dalin publikisht, thojnë jemi gati për marrëveshje politike me të, atëherë për mu nuk ka ndonjë farë dallimi. Bedri Hamza u deklaru në Rubikan, tha para zgjedhjes të qeverisë dhe para konstituimit kuvendit, tha nëse nuk na ftojnë tha për marrëveshje politike për qeveri, tha na nuk shkojmë takim as për presidentin. U zgjodh qeveria, nuk i ftoi për qeveri, shkojnë takim për presidentin. LDK-ja po ashtu dolin konferencë, Dymer Abdigjiku shumë i lumtur tha ne jemi për marrëveshje politike me vetëvendosëm. Mas 10 minuta Kurti tha nuk na mjafton tha LDK-ja. A vedën, në vend se ti me qenë
politikoni, kryetori partia që refuzon bashkëpunimin edhe detyron kurtin me ardhmë me të lutë, këto përfundojnë të shku me lutë kurtin, do i thonë hajde se jemi të interesuar të i bërë numrat. Nuk ndodh kërkon Pse bëhet po në refuzoni me qasje. marrë pjesën zgjedhje, pra? Ne Pse po kemi deklaru që kur do që ka zgjedhje, ne jemi të gatshëm me Tash hyjnë jeni zgjedhje, gatshëm. absolutisht. Do me thonë, qysh në momentin kër ka fillu me folë për presidentin, na kemi thonë që ma mirë është me shku në zgjedhje, edhe me marrë rezultatin që na e populli, se sa me adhon kurtit pushtetin na. Do me thonë, si opozit. Mandati opozitës është që të ditën e parë qeverisë kërkan zgjedhje. Veç në Kosovë të ishe opozit, që thot ne nuk dojmë zgjedhje, ndërkohë që pushteti, madje edhe në takime, se që kjo është skandaloze. Në takime, i kam thonë kurtit nuk jemi gati për zgjedhje se boll kena pas zgjedhje në 2025. Kurtit deklaroi, tha pas takimit që e kisha me Homzën dhe Abdigjikun, edhe ata më thanë që nuk jemi atë interesum se boll kena pas zgjedhje në 2025. A për din çfarë qasje disfatiste është që kjo, mi shku të dikujt që e ka krejt që të pushtet, edhe me thonë unë nuk jem gati për zgjedhje. Interesant i kishme qenë Vjosa Osmane me kalu në PSD. Zbesoj se kemi përputhje ideologjike me Vjosën. Po, në fakt për këtë blokadën për të cilën po flasim, edhe që edhe vitin e kalum jemi përballur, e dini shumë mirë. Cila është zgjidhja e momentit që ju do ta dëshironi? Vërtet janë këto zgjedhjet për të cilat po folni, apo një marrëveshje, edhe pse e thatë këtë për çështjen e opozitës, por të ketë një president sepse Kosova përpara ka gjëra shumë të rëndësishme, sidomos edhe në arenën ndërkombëtare, edhe për më tepër kur ne shohim jashtë një konflikt shumë të rrezikshëm, nuk është vëmendje te Kosova. Që unë mendoj që barrën edhe fajin kryesor në këtë çështje është dashur me pas kurti, sepse për fat keq që është thash më herët, të partitë opozitare janë të gatshme për këtë çështje. Kështu që nëse është dikush me u fajsu, është kurti i cili se s'don me bazë një kompromis. Kështu që populli i Kosovës duhet me ditë që ky e ka krejt mundësit për me bën një president, mirë po nuk është të dashur. E nëse ky nuk është të dashur dhe është të mojtë si qasje, pse na si opozitë është dashur me u nënshtru, sepse barra i bie gjithmonë atij që është i pari. Dhe është i pari me përqindje shumë të madhe. Atëherë barra edhe faji për këtë çështje është dashur me përfundu të kryeministri, të kurti. Nuk është dashur me uni fajtor partitë opozitare me thonë ne do të mu detyru me bo marrëveshje. Çka do të bënte vetëvendosin nëse do të ishte në opozitë në një situatë dhe rrethana të tilla? Absolutisht, kish me pas protesta jashtëzakonisht mëdha, kish me pas paraqitje se ti shes partitë politike opozitare, PDK-n dhe LDK-n, njëherë mujt në një intervistë me një prononcim, me një kështu. Ti e kështë pos vetëvendosin çdo ditë me aksione, edhe kështë pos çdo ditë me protesta, me paraqitje të e shty sa ma shumë, sepse është mundësi e ardhë, do me thonë, mundësi ma të mirë, që me ndërtu diskurs opozitar, se sa në këtë situatë ti nuk i. A do ta bënte PSD-ja këtë nëse... Ne kemi bë aksione. Po flasim për ta shëtutje, nëse... Po, ne jemi gati, edhe na bile patëm aksione në fundit të PDK-ja dhe të LDK-ja të i ftu mos më nënshtru. Sepse që kjo është frika më e madhe, që këme përfundu që kuvendi i Kosovës, opozitën parlamentare ka veç në letër. Mirë po, nëse e sheh, sjellën qasjen e tyre, atëherë ti e kupton që kjo veç opozitarizëm nuk është. Do me thonë, është shërbim total ndaj pushtetit, se që kjo ka qenë qasja dhe mandatin e kalum. Ju kujtohet, kur e dërgoj ke kurti, policinë veri, këta i theshin shumë mirë që po e dërgon. Kur e kthej ke policinë për veriut, i theshin prapë shumë mirë që po e dërgon. Tash kurti i bëj ke ajgore me to dhe ke tash është mirë kur po dërgoja, kur po dërheke. Se i dhajshin mandat. Nëse e sheh në zgjedhje programet e partive opozitare, edhe LDK-ja dhe PDK-ja kanë qenë kopje të programit të vetëvendosjes. Kurti theke kemi meshtu ushtarët, këto dy parti theshin kemi me shtu numrin e ushtarëve. Kemi me rrit pensionet, këto theshin kemi me rrit pensionet. Edhe janë parti ideologjikisht kundërta, nuk ishte dashur me u përputh në temat kryesore programore të tyre. Shty kush me rrit pensionin më shumë. Po tash që të kurti ka pas një deklaratë të vlefshme 2 ditë para zgjedhjeve. Pa thonë unë edhe vetëvendosja kena fitu sepse temat tona kanë fitu.
se kur përfundon ti në temat e një subjekti tjetër, nuk i shans me përfitu ti prej saj. Sepse njerëz se dinë që nëse për penzion edhe për shtesa, atëherë jallojnë akurtit se edhe e ka mundësinë më të madhe me fitu zgjedhjen. Pse duhet me të votu ty? Bart, krejt e fundit, me që shumë aktuale dhe diskutuar. Qëndrimi i PSD-s për atë që ndodhi me deklaratën e Rashishit për manastirin e Deçanit. Vërtet një ngatrim i Absolutisht jo ngatrim. Apo çka ndodhi? Jo, unë mendoj që Kurti e ka thonë këtë deklaratë, sepse Rashishi ishte i qartë. Tash, a për mja bo qefin Rashishit, a e ka bo sepse me të vërtet e ka bo për të, mirë po unë mendoj që ke shumë skandal, e ma skandal ke tërheqja që e bo një Rashishi prej asoj deklarate, se nuk mund është ti për një çështje tillë me u ngatru. Se nuk është sikur kur të vjen kryeministri me thonë për bëj një kompromis shumë të madh të Kosovës për ty, sikur kur vjen kryeministri dhe thot sot po dalim pe hajmë një drek bashkë. Domethënë nuk mund është mi ngatruaj çdo dy zështja. Edhe pas deklarimet që e dha zëdhënësi qeverisë, Rashishi duli përsëriti fjalë të njëjta, pra e mur vesh çfarë do të më thonë. Mirë, por skandaloze, sepse ka qenë një vendim i cili ka ekzistuar tash e sa kohë. Mirë, po asnjë kryeministër nuk e ka bë. Kurti e ka bë këtë çështje më shumë për Këshillin e Evropës, mirë po si përfundim nuk mujti me mrijas Këshillin e Evropës. Pra u bën një kompromis prej cilit Kosova s'përfiton kur gjë. Një çysh ka me qenë kompromisi që herë do kur ka me bë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, e prej cilit Kosova s'përfiton kur gjë. Faleminderit Bart që erdhe sot. Faleminderit për ftesën.